حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun e madhëruar dhe bim salavat me pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik dhe të sinqert, dhe mbi të gjithat ata të cilët ndjekun dhe shkojnë rrugës e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, mirëserot në emisionin e 88 të radhës të pyetjeve dhe përgjigjeve tuaja nëpërmjet Facebookut. Dhe shkojmë te pyetja e parë, mas bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum hoxhë nderuar. Tani zakonisht kur vdes dikush, ne ja rrojna mjekrën dhe çime të tjera në trup. Nëse ka sy të hapur mundohemi me ja mshel. Nëse ka gojën hapur ja mshelim apo ja mbyllim. Qëta varrosim me sy mshel dhe me gojë mshel. Spjegona të lutem si duhet vepura në këto raste, dhe duhet varrosur muslimanin me tabot apo bën edhe pa tabot. Unë nuk e di prej kuhit, po shkruan ky vëlla sepse në vendin ton nuk kam dëgjuar që të vdekurit i arruajnë mjekrën dhe qime tjera në trup. Nuk kam dëgjuar. Se përket më mbyll syt dhe gojen po. Syt mbesin hapur, sepse ka në hadith pejgamberit alayhi salam, syt përcjellin shpirtin ka shkanalt. Edhe mbesin syt hapur. E përcjellin shpirtin duke ngritur lart. E goja e mbetet hapur natyrisht, sepse ka siklet madh, ka vështirësi të madhe. E ne jam mbyllëm gojen sa është e nxehtë dhe jam mbyllëm syt sa është trupi nxehtë. Por asnjëherë më arru mjekrën, më shkurtu flakt, më prej thajt, më heq qimet prej trupit, asnjëherë. Asnjëherë. Këtë nuk e kanë cekur, nuk e kanë vepruar në realitet musliman të parë. Gjeneratat e hershme, bile, ata e kanë cekur se të vdekurit nuk i mirët asgjë për trupit i tij, nuk i hiqet e fjala. Qysh ka vdek, ç'është të fotet në dhej. O kryja mesele. As flakt, as mjekra, as qimet e trupit, as thanit, as gjë ç'është pjesë e trupit. Ndërsa çka pjesë e jashtme, si onazat, vath grave, teshat natyrisht, mesele tjetër, këtë gjëra tjera. Ndërsa me arru mjekrën të vdekurit, e qime tjera në trup, kjo nuk kanë rregull. Andaj, mëse veprani mo. Mëse bani, se është kundërshtim me sunet. I vdekuri duhet varrose qysh vdes. Qysh vdes. Për shembull, ndodh nga njëherë smundjen e ka të tillë, ku nuk mundja prej flakt, dhe rriten flakt i bëhen shumë të mëdha. Tash ka vdek, po dojnë e me shkurtu flakt me bëhet jeshme që në varë. Jo, se flakt jenë pjesë e trupit ti, apo prej dhimbjeve të mëdha nuk ka mujt me pasu trupin e vetë bendet intime. Ani, ka pas siklet madhe, nuk ka dert,
Nuk ka dert. Inshallah ka pas amelet e mira, veprat e mira, e fotu në varr që ka vdekur. Pra nuk i hiket pe trupit kur që. E sa e përket asajna pjesës së dytë, se ke pyetja jote përfshin dy nën pyetje. Nën pyetja e dytë, a duhet varrosur musliman me tabut apo bën edhe pa tabut? Thujet kundërtën. Duhet pa tabut, po thuja bën me tabut. I vdekuri duhet varroset që është varros Ademi. Që është varros Ademi. Cili është njeriu i parë i cili është fut në dhejë është varrosur. Ademi a.s. Për atë arsye Allahu ka thonë: "Fab'atha Allahu ghuraban yabhath fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi." قال ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Njeriu i parë i cili është varrosur në tokë të Zotit është Habili, bijtë Ademit. Dhe Allah na tregoi na tregoi në Kur'an se e mësoi vllaun vrasës me varros vllaun që vrajtit mbytin, ku i dërgoi 2 shpes qafka, edhe pa hahen mes veti, sepse ky myti vllaun, nuk po din çfarë më i bë, dhe po banë në shpinë gjenazën. E Allahu ja dërgoi 2 qafka, surra, thuj si dush, të cilat pa hahen njëna tjetrën dhe mbytin njëna tjetrën. Dhe kjo që mbyti atë me kam për qilë një grop në dhe, për ngre sorën qafkën tjetër, për fut në dhe dhe për mlen. Edhe kë kore pa, i ra ndërmend se kështu për dëfka me vepru. Edhe Ademi, pësa Ademi vdish ma vën, edhe Ademi a.s. o varrosën dhe. La ilaha illallah. Dhe Allahu bërë sënnet dhe me thonë tradit, për këtë njerëzimit deri në kiamet, që fundi i tyre tjetë dheu. Ka thonë Allahu: "Minha khalaqnakum", prej dheu që kemi krijuar, "wa fiha nu'idukum", edhe në dheu kthejmë. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra", edhe prej dheut ju ringjallemi edhe një herë, ju ngrisim edhe një herë në kam, është fjala në ditën e kiametit. La ilaha. Këtë pejgamber të Zotit janë varrosur në dhej pa tabut. Pejgamberi jon është varrosur pa tabut. Dhe ka porosit kështu të varrosen të vdekur e të ptillur me qefin. Dhe ka thënë: "Ptillni të vdekur të jua me qefin, dhe mundoheni me qenë qefin i bardh, me i preferuar." Tabote pa tabote këto janë bidate o vlla, janë risi, nuk janë të muslimanëve. Janë të feve tjera, të cilët aktrojnë në ceremoni të varrimit të dashurve të tyre. Kush prej tyre duke pretenduar se sa më madhështor me qenë varrimi, aq më mirë ka në botën tjetër, siç është puna e Firaunave. A kënë dëgjuar se si janë varrosur Firaunat? A ke dëgjuar se për vdekjen e Firaunit janë ngritur krejt miletin kam? Dhe aq madhështore ka qenë varrimi i tij dhe atyre radhazi, sa që edhe sot e kësaj dite kanë ardhur, janë përcjellur ato lajme dhe janë zbuluar varrezat e tyre me plot çuditëra. Duke menduar se sa më shumë të përkushtohen të vdekurit në ceremoninë e varrimit, aq më mirë të ta ketë ai. Jo vëlla, deri tek pagantë ndryshëm, dhe së fundi edhe të krishterët, por jo evrejt. Edhe të krishterët e kanë devijuar mënyrën e vërtet, traditën e varrimit, e kanë modernizuar, nëse mund ta quajmë. E mirë është edhe një pjesë e muslimanëve, në veçanti në vendet ish komuniste.
Muslimanët duhet barroset i pështjellën me qefin dhe dhejnë, tokë të Zotit, tokë të Allahut. Nuk ka punë me tabut. Me tabut mund të bartet deri te vorri. Kur të afrohet e vorri, hjeket gjenazja, futet dhe tabuti kthehet dhe përdoret për gjenazën tjetër. Me tabut mundesh me lëshuën tabut, jo në sanek, por në tabut. Tabut drasa, në të cilat vendoset i vdekuri edhe bartet në shpinë, jo sanek. Me tabut bën me lëshu nëse ka shi shumë dhe është ujë gjenazja. Pa të ndodhin shumë rrallë. Për ndryshe vdekuri futet në dhe që shë kalani madhi Allah Azza wa Jall. Shkojmë të pyetja radhës. Selam aleikum haqë nderuar, se pari përshëndes për zemërsisht për punën që bëni, Zoti shpërbleft me xhenet. Amin, edhe ju edhe tanë muslimanët. Jemi në martesë 12 vite dhe nuk kemi fëmijë, nëpërmjet kemi qenë, krejt na thojnë që jemi mirë, të dytë. Në përhëgjëlar nuk kemi qenë, i fali 5 kohët namaz që 4 vite, dhe tash që 1 muaj vendosa edhe mbulesen, alhamdulillah, prej Allahut. I lutem Zotit gjithnjë, ndoshta është një sprovë e Zotit, elhamdulillah që më ka sprovuar. Jam e lumtur që nëse ka dashur Zoti të më lën pa fëmijë, as pak nuk hidhrohem. Elhamdulillah, Zoti din më së miri, po burr po më thot, mos kemi të bërë me magji diçka. Desha një këshill për juve, çka duhet me bë dhe ku mundem me shku se jam bështet vetë Zotit. S'po du me bë në i gabim, andaj një këshill në bënë halal, se pak e zota. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu të forcoft e motër, të rujt këtë iman, dhe të forcoft ende. E lumja ti për imanin tënë, për bindjen tënë, për tawakkulin, mbështetjen tonë në Allahun, për sabrin tonë. E këtu janë cilësit më dha që Allahu i dënë shumë ata musliman. Allahu shumë i dënë sabrlit. Allahu shumë i dënë sabrlit. Allahu shumë i dënë el-mutawakkilin, ata që i mbështeten Allahut Azza wa Jall. Zotit forcoft, e të lumt, inshallah dhe burën e kesi vetë. Kësi musliman në duhen dhe për kësi kem nevoj, për të tillë, të cilët jetojnë për Allahun. Dhe fjalët e kësaj motre të regojnë se ke jeton për Allahun. Nuk jeton për fëmijë, as nuk jeton për burë, por për Allahun. La ilaha illallah, e sa do me thani madhë është me jetu për Allahun. Me jetu për Allahun do me thani, me desht Allahun ma shumë sa me desht më bënan. E më bënan është andër, është do gruje, është do femne. Me jetu për Allahun do me thani, qëfar do sprovë, që sprovën Allah, thë alhamdulillah, o knaqja. Me jetu për Allahun do me thanë, krejti këta këtë zemrë sate, me rrih vetëm për Allahun Azza wa Jall. Dhe gjimtyr të tua trupit tënë, mos me vepru ndryshe, vetëm për Allahun edhe në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Lëmjeti për veti. Që jeni kontrollu të mjekët është mirë, kajtë në regull është, ilaqin do të me lypë. Po edhe të ndonjë hoqë me shku, nuk ka të keqe motor me bo rukje, që frynë me Koran dhe me Sunnet. Kja nuk e kundërshton mbështetjen tënde të Zotit. Ja. Sikur se njeriu kur edhe më ka me kryte trupi, ka ndonjë defekt, ndonjë shqetësim, ndonjë smundje, ndonjë diçka virose ku ta diunë në trupin e vet dhe ka nevojë me shku te mjeku,
Shkurja ati te mjeku nuk është kundërshtim me tawakkulin asnjëherë. Asnjëherë. Sepse edhe pse shkojmë te mjekët, e dim që shërimi në dorë të Allahut. Edhe pse shkojmë te hoxhallarët, e dim që shërimi në dorë të Allahut. O kryej meselja. Allahu shëron. Allahu jap fëmijë. Ju vazhdoni si të tillë në këtë rrugë, për pas që shkani të ndonjë hoxh nuk ka dert. Dhe së dyti, vazhdoni me bëu dua. E me lutë Allahun dhe istighfar me ra shumë. Istighfar me ra shumë. Veçanti pjesën e tretë natës, shumë me ra istighfar. Mëno me ra 200 herë, 500 herë, 1000 herë istighfar me thonë, astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa tubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim al-karim wa tubu ilayhi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mundohu sa më gjatë. Po dhe lutë Zotin në seqte. Namaz natë. Namaz natë. O Zoti i madh. Ti ai që jep. Ti je krijuesi. Ti ai që fal fëmijë kujt të dush. Po dhe ja merr kujt dush. Dhe kur don, ti je Zot. Ne ti nuk të hedhrohe. Ti mos e hedhron neve Zoti jon. Ti e din se ne kemi qef, nevoj, dëshirë, po dhe kemi nevoj për fëmijë. Por ma shumë kemi nevoj për dashurin tanë, Zoti ju. Ma shumë kemi nevoj për dashurin Allahut. Andaj Zot, na mshira. E na dënë Zot. E na ty dojmë shumë. E falë në evlat hajrit, ja Rabbil Alamin. Që shifali Ibrahimit në pleqëri. E falë Zekarias fëmijën në pleqëri. Falëna dhe neve, Zoti ju. E gëzana me evlat hajrit. Edhe vazhdon me lutë. Vazhdon me lutë. Edhe kur mos falë Zoti fëmijë, për i duave veç hajr ka. Për i duave veç hajr ka, shërë nuk ka. Me emrin Allahut. Për i duave hajr ka. Sepse doja është ibadet i madh. E nëse Allah nuk ta fëmijë, ose ta runë trunë 15 për hir të asaj doje, për ndonjë kader, ndonjë të keqër këtë dunja, ose ta ruan për botën tjetër. Dhe sa ke boti dua, aq sevap dhe shpërblim gjenë ditën e kiametit. Shkojmë te pyetja radhës. Ndeshta një pyetje me bë, a është gjëna nëse përdorim krema të ndryshëm, fytyre të cilat përmbajnë lloje të ndryshme të alkoolit. Mendoj se nuk është gjëna, për faktin se atë shkruan që ka përbërje të alkoolit, por së pare ato lloje të alkoolit janë lloje të alkoolit kimike. Ato lloje kimike të alkoolit. Së dyti, ato substanca kimike të alkoholit, të cilat janë hudhur në ato elemente kimike, tashmë veç emri ju ka metë, por nuk ka realitet në të kurgjë. Nuk ka. Së treti, këto substanca përdoren në pjesë të jashtme të trupit, dhe jo brenda. E ka dallim jashtë edhe brenda me përdor. Ka dallim. Ka dallim me hongër diçka që ka alkohol, edhe me ulyje me diçka që ka alkohol. Ka dallim. Për atë arsye ne themi atje, nëse nuk kemi çka me pastru varrën të mjeku, edhe përdor alkoholin, jo alkool medicinal, por alkoholin që pinë të harama që pinë alkoholin. Nuk kemi që me pastrua, ani pastrua. Po nuk themi pije nëse ke problem në lukth apo në organizëm. Jo, ka dallim me fut brenda, ka dallim me fut brenda, ka dallim me përdor jashtë. Së katërti, kja zgjësohet tretë të hub krejt. Pa ma datë, ku din që thejnë aty në fare, ndyra që qetën tropën fytyrë, ato tretën avullohen humbin. Mbetet ndyra, mbetet, ose e zbutur kohë këta diun, por ajo humb tretët.
dhe nuk mbetet më gjurmën te. Shkojmë te pyetja radhës, ju kërkoj falje për pengesë dështëll me apo Shefset Krasniqi sa më pranohen lutjet dhe namazi natës nëse gjatë ditës nuk i fali 5 kohë namaz. A më pranohet namazi natës dhe më pranohen lutjet gjatë gjithë natës që falem dhe bëjdo. Ju falem ndedhët për në kuptim. Ese mësh ma menën ti mu që ta natën falësh e 5 kohë namaz nuk i falë. Mas pare se mësh ma menën mu. E para. E dyta, qysh ma kap mu truni se ta natën rënqut kur trupe është i ledh ka nevoj me fijet, rënd të falë, ku ka nevoj bë nefësit luft madhe me nej të falë. Ndërsa ditën kur është i qut, i zgjuar, nuk falë namaz. Së treti, a di që bjen kjo mesele? Kjo mesele bjen, nuk e di sa ja vlen me bukrahëzim, ti sofra plot një metët Zotit, lloj ushqimesh. Ti nuk e han. Thoja s'pa më rhuj diçka, s'pa më hahet. Kur të qenë sofrën ata, të shkojnë bërë trosha që kanë meti aty. Po ti po të në lloj të ushqime o burr. Kur hongren miletës hongra dhe ti. Valla ja s'kesh e disponueshëm. S'makojti. Që tash po ha trosha. Ani haj troshat, po sa një vogël e trosha. Troshat janë sa në vogël, sa një vogël. Trupit është i madh, organizmet është shumë buk, troshat nuk e ngopin. Milan 5 kohët namaz farz, pa i farzët, o musliman farzët, 5 kohë namaz farze, bojnë 17 recate. Milan 5 kohët namaz farze, pa i falë. E me shku natër më falë, subhanallah. A me vakia mund të bëj. Se kur se shqiptarë të tonë nga një herë, bojnë e tjera në punë, për shambull, thëtë kura natë e mave, djo kanë, ose pardje, ose mas në dyte pa agjeraj, temperatura, vap, e nxehtë, dita e gatë, agjeranaj. Kur dje Ramazani hanë, qa më rëshke punë Allah në gjennet qoftë. Për të edhe qka do me thonë, një ditë Ramazan. Krejt jetën me agjeru. Inshallah jetën 200 vjetë. 200 vjetë me agjeru. Herët 365 ditë sa bojnë. Hiq e kanë mujtë Ramazan. Nuk e kanë sevapin, nuk thash që s'pranohen asë, nuk thash që s'kanë sevapin. Vesh nuk e kanë sevapin e një ditë Ramazan. Një ditë Ramazan. Ose, shkojnë shqiptarët të tonë për bajram, mushën e hop, gjamiat e në për rrugën, mbyllën rrugët, mashallah, o, zëtë mi patë, knaqë e shpitë. Dhe të heret, në 5 sabajt, 4, ftafte, nëzete, vere, dimene, shkojnë. Në gjëmon, 5 kohët namaz tjera, s'ka më në gjami. Kjo është me këthi thjenë për kështu. Mja njës për seneve të vogla, e në mu isha me më rritët më dhatë. E jo, Allah në gjenë qoftë. Mja njës për të më dhave. Shtëpis dhe të mja njës për temelit. E jo prej estetike dhe zbukurimi dhe renditjeve që janë në shpikuta dione. Anë edhe renditja ka venin e vete, ka ta knatësynin e të knaqë ty të përshën, kur të sheshë këtë mësafirje, kulmin e mire, rënditjen e mire në shtëpeje, mobilet e mira, ku dim kuzhinë e mirë, në rregull, hesh kërkull, s'ka gjatë keqe. Por temelin, o burro musliman temeli, shtëpia fillohet prej temelit. E shtyllat, e muri, kulmi, tani mrana që nese që shdush. Pe baze, din më fillu pe baze, se do që tjetë, onë nuk gudzeme të thonë se namazë nuk të pranohet. Sikur se nuk gudzeme ti mi thonë që
Agjerimi nëse agjeron ditëve të mëdha të hanëm tajte ku ta diune nuk pranohet. Apo ati që fal bajramin. Jo, ajo puna Allahut është kujt ja pranon kujt s'ja pranon. Nuk ka punë jonja. Por punë jonja është ta ka mësuar Zoti se nuk janë senet të seleksionuar të randitura mirë. Ja. Nuk janë të randitura mirë. Janë të randitura kështu prap. Por unë pelus Allahun te bareke ve taala. Inshallah kreta që dëgjojnë bujnë amin, po dhe të nëngan që mjanis për ime e mu i bekuar pa afrohet, mu i Ramazan, e për i zatë Zotit që e besan, e ati bjen sejde, që janis e falë 5 vaktet namaz diti, bile farë zë të i gëzu, go vllaun tënë se pasha Zotin, pa e falë 5 kohët namaz farze, nuk ka kur që. Shpia nuk ka temel. S'ka. 5 kohët namaz. Zoti ka desht. Nëse dojnë me qitë në fejt 3, pasaj që në mërmenja neve, është mesele tjetër. Nërsa nëse e pranojnë fejnë e Zotit, që është Allahu e ka zbritur, dhe thojnë po Zot, qa ke zbritur të në Koran, dhe qa ke kërku prej nesh në përënd pejgamberit alayhi salam, na jem që atë, atëherë do të mi falë 5 kohë namaz farz, bëjnë 17 reqate në ditje deri në frymarrën e fundit. Dhe ta nësat në zana file të ditën, nësa në zana file natën, ajo është për mashallah, ajo është për lavdat. Ajo për lavdat. Allahu na ruaj këtë iman, e ty të forcoftë në din, e inshallah na shkruan pyetjen tjetër se a ke filluar me fal 5 kohët namaz, ja Rabbi, ti dhe motrat e vllaznia tonë, të cilët ende janë të lohatshëm, la ilaha illallah, të lohatshëm punë të hajrit, të lohatshëm për punë xhenetit, kem besu Zotin hak. Në lohat njeriu punë të hajrit, punë xhenetit. Allahu na mëshiroft. E mos në lëshof për dorës vetë e për mshires vetë. Allah në përcoft këtë din. Zotë është përblevë dhe ju ndëroft dhe dere në emisionin arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.